Sektori i peshkimit është çdo ditë edhe më tepër drejt falimentit. Llazi Prifti është një prej peshkatarëve të apasionuar, i cili prej më tepër se 65 vitesh merret me peshkim. Si një njeri i cili e ka parë sektorin e peshkimit dekad pas dekade, peshkatari Llazi Prifti thosë se sigurisht ngroja globale ka dhënë pasojat e saj edhe në Vlorë, por në këtë drejtim, në falimentimin e peshkimit ka ndikuar ndjeshëm edhe dora e njeriut. Sipas tij, sasia e peshkut që gjendet sot në detet që lagin Vlorën është ulur ndjeshëm, ku fajtor janë edhe peshkatarët e qytetit, të cilët gjuajnë pa asnjë rregull apo kriter. Jetë me peshkim amator, se këtë e kam pas prej kohës mikrob, si të thuash. Edhe kur punoja edhe shumë bile, edhe në migrim që kam qenë në Greqi, punoja gjithë ditën dhe po se të vije një orë, duhet vije një orë patjetër në det që për të shojtur atë mikrobin tim. Sot ka marrë fund çdo që më fal. Pse? Sepse për ato arsye që të thash edhe për shumë një arsye kryesore është ajo ngroja globale. Po ama do të them edhe këtë tjetër. Ngroja globale nuk është vetëm për Shqipërinë. Është edhe për italianin, është për gjithë botën, për grekun. Në një kohë që ata kanë peshë sa duash, tu tek ne s'ka, u zhduk. Ka rënë sasi e peshkut. E para, janë rrjetat që janë me mira kilometra që hedhin buzës. Tratazalli që i thonë në gjuhën e këtyre peshkatarëve, që bëjnë shumë dëm, nuk lënë ciron këtë kaloj. Përdorin nga ato rrjeta me syth të voçkën, rrjeta ngëtse, me fjet me kaq që edhe atë të voglin e marrin. Sipas peshkatarit të vjetër, Llazi Prifti, ligji i peshkimit nuk zbatohet, ku ai thot se gjuetia në periudhën që peshku lëshon vezët duhet ndalur për të ndikuar pozitivisht në shtimin e peshkut në bregdet. Sipas Priftit, vazhdon edhe fenomeni negativ i gjuajtjes me dinamit. Pasoja negative në këtë sektor ka dhënë edhe ndotja tej normave të lejuara e cila konstatohet në det. Patjetër, Enver Hoxha kishte edhe një kohë zgjatje prej 2 muash kur hidhte vezët peshku, nuk lejohet gjuetia. Sa tani kjo gjë s'bëhet. Fare, tani gjuhet barbarisht. Kur them barbarisht, pastaj mos të flasim për dinamit, për helme, për korrende, për zhytësit. Ndotja që është mund të jetë 100 fish më shumë, sepse Vlora është po thoshte 100 herë më e madhe se çka qenë. Më para s'kishim lavatriçe. Tani detin po e dëmtojnë vet ata që vet njerëzit. Dalim tek ajo fjala që ka thënë Fajkonica që fajin e shqiptarëve e kanë vetë shqiptarët. Sektori i peshkimit krahas problemeve të shumta që ka çdo ditë, është edhe një prej sektorëve më të haruar nga pushteti. Peshkatari Prifti thosë se këtij sektori i vjelin vetëm taksat dhe askush nuk mendon të financojë diçka. Sipas tij, asgjë nuk është bërë edhe për pastrimin e detit. Jo, fare. Tu merren vetëm taksat edhe mbaroj. Kaq. Po fare, te greku që kam qenë, kishte një sistem pastrimi i cili është edhe sot e kësaj dite, me një seri rrjetash që mblidhin llumin. Këtu tek ne nuk është këtë. Po, drejt faliment. Dhe shikoj gjithë këto varka që janë të lidhura. Sot të shkoj e mirë, e për shtatshme për dal, nuk kanë dalë as 10%. Pse? Se nuk u levërdis. Unë se kam për të mbajtur familjen. Këta nuk ja dalin. Unë shikoj se jam këtu, kthehet alamet anije me 2-3 arka peshk. Sipas peshkatarit të vjetër, në këtë profesion duhen marrë masa strikte për parandalimin e peshkimit masiv të kundralishëm, si dhe ati me rjeta brenda gjirit të Vlorës, të frenohet ndotja dhe mbi të gjitha të ndalohet përfundimisht përdorimi i dinamitit. Për shkak të këtyre problematikave ndër vite, Prifti thosë se shumë lloje peshku mund të cilësohen tashmë si të zhdukur. Shteti duhet marrë masa të zhduk të gjitha rrjetat. E këtyre peshkatarëve gjoja amator, se bëjnë dëm të jashtëzakonshëm. Të ngrihet ligji, të ashpërsohet ligji me ata që gjuajnë me dinamit. Të paksojmë ndotje mos të derdhën det. E plot të tjera, ka plot të tjera shumë. Sigurisht që e shumë. Po nuk u bën këtu do marri fund. Unë di shumë lloj specish që janë zhdukur fare nga qarkullimi këtu në gjirin e Vlorës. Si për shembull mellanuri, shpata, derri, e ku diun janë një sër peshi që nuk ekzistojnë më. Janë zhdukur.